Tha o Zot, unë jë maj mirë se kë. Mua më krijove prej zjarrit, ndërsa ata krijove prej dhejut. Kur që bani dallimin mes Ademit edhe Iblisit, e bani që ky kapitull që imami për na përmend në libër. E bani teubeja. Teubeja po ndaj ka të devotshmin për jo të devotshmin. Teubeja ka ajo që e bën dallimin për burrit të mirë edhe të ligut. Jo të bërit gjuna. Se të bërit gjuna ka cilësi edhe Ademit edhe Iblisit. Po Iblisi kur e bani gjunahun, që ata po thot imami, teubeja është vajib, obligim, gjithë se së prej neve. Kur nalme dhe i kujtojmë, do gjunahe që i kemi në raport me Zotin. E kemi për obligim, tash këto momente më pendu. Lejti arsyetimet, lejti rrethanat, se njerëzit pak më dhonë hapësira me fol, ata din me të arsyetu vetën. Mirë po që kjo arsyetim, o shumë a i rrezikshëm ka njëherë se sa gjunahe. Shiko ti Iblisin, kur e bani gjunahën, nuk e ranë sejdë Ademit, Allahu e pyti, pse ti nuk po i bjen sejdë bashkë me lajket, filloi këtë arsyetim. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tha o Zot, unë jë maj mirë se kë. Mua më krijove prej zjarrit, ndërsa ata krijove prej dhejut. Këtë është arsyetimi. Këtë ka fitu mallkimin edhe hidhrimin e Zotit. Mirë, kthehemi te baba jon tek Adem a.s. Kur bani gjunahun, çka tha? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ademi dhe Hawa than, o Allah, na i kemi bë zullum vetes tonë. Nëse ti nuk na fal, edhe nëse ti nuk na mëshiron, na u shkatrum. Këto e bën domthon pendimi, dallimin e madh mes Ademit edhe Iblisit.